të bëjmë diçka tjetër. Do të kemi këtë dëshirën për ta bërë perëndishmërinë, edhe të gjitha këto zgjedhje që bëjmë çdo ditë, të jetë diçka tjetër që nuk na ndihmon për të rritur në perëndishmëri. Edhe tani dikush ka thënë kështu, që ungjilli, lajmi i mirë i Perëndisë, nuk është vetëm diçka që e besojmë, po ungjilli, lajmi i mirë, duhet të jetë realiteti në të cilën e jetojmë veten, e jetojmë jetën çdo ditë. Tani, bëhet fjalë për zgjedhjet. Zgjedhjet janë në fakt në disa raste na i vështirësojnë jetën. Na i vështirësojnë jetën për shkak se na thresën të bëjmë diçka që nuk e kemi bërë. Edhe tani ne njerëzit duam zakone, duam tradita, duam të shkojmë në atë rrugë që kemi shkuar.